moment tjetër për të folur për diçka që gjithmonë është aktuale realisht, limitet e shoqërisë për pamjen e jashtme. Cilat janë këto limite dhe në fakt apo të i kalohet gjithçka për të dukur bukur. Padyshim, duke mos dashur të paragjykojmë raste specifike, sepse secili prej këtyre rasteve i ka specifikat e veta. Së fundmi ishte gjithandej në media i riu që vdiq për shkak të ngushtimit të lugtit në Turqi dhe lidhur nga këtu do të flasim sepse ishte një debat që u zgjua gjithandej në rrjetet sociale. Bashkë me Antigonën, me Norën edhe me Paulinën jemi sot, s'ka nevojë për mbiemra për ju njeh tash ku do. S'ka nevojë për prezantim, ha. Mirë se erdhët. Faleminderit. Për të nisur të përgjithshme edhe më pas ndalemi tek specifikat, ka shoqënia jonë apo ka vërtet limite për sa i përket asaj që duhet të doket bukur të paktën, pra edhe për të rrezikuar jetën, për të shkuar deri aty sa edhe jeta rrezikohet dhe njerëzit nuk e marrin shumë parasysh këtë. Antingo po e nisim prej teje. Duket që kemi ekstreme limiteve tash, ose kemi të atill që nuk bojnë ndërhyrje ose e ruajnë aftësinë, ose kemi ato egzagerimet që ndoshta po shohim edhe që jo rrallë po din me përfundu edhe me skandale ose me edhe me fatalitet. Po mendoj që jemi shoqëni, sidomos pas luftës, jemi tu i prek limitet në shumë sfera, dhe te kjo pjesë më shumë po shohim limite, nuk po shohim një mes të natyrshmërisë, edhe me u dok bukur edhe mos më ik shumë asaj pjesës natyrale, ose mos me rreziku jetën fundit. Paulina është shumë e zëshme në këto fenomene dhe në këto dukuri, gjithmonë kritikuese, pavarësisht që është me atë besoja, se shpesh e ka thënë që njerëzit bëjnë atë që ata duan edhe kur janë të lirë për ta bërë, edhe bëjnë me vedije, është gjithçka në rregull. Por Paulina, si e sheh ti këtë çështje që unë thash se kjo temë po vazhdon të jetë aktuale. Ne shpesh kemi diskutuar, madje edhe Nora ka qenë vetë keni qenë të gjithë pothuajse për këto diskutime. Unë në fakt kur e kuptova temën edhe e mora ftesën për vonë me diskutu këtu, më vonë pata një bisedë me një shoqën time e cila ma kujtoi një ngjarje tjetër që thatë kujtohet kur kemi qenë shumë më të reja dhe kemi pas një vajzë, një shoqe tonën që ka qenë në mbi peshë dhe e vuante shumë faktin që është në mbi peshë, madje shumë shpesh edhe sikur ndjehje e larguar, nuk ndjehje e pranuar në shoqëri dhe të tjera. Dhe çka ka bëja ndër të tjerash, për me humb peshë ka vendosur me hyrë në një dietë strikte dhe dieta e saj në atë kohë ka nënkuptuar që ajo ka me hongër vetëm molla dhe ka me pi vetëm ujë për disa ditë me radhë. Dhe ne nuk e kemi ditë, kemi dalë me të, kemi qëndruar, kemi pa që nuk është e fokusuar, kemi pa që shumë shpesh është e nervozuar, kemi pa që po refuzon me hongër gjithçka, po refuzon edhe një kafe dhe të tjera, por ka qenë pjesë e arsyetimit të saj që kam hyrë në një dietë të shëndetshme dhe gjithçka që ha në shtëpi dhe kur dal jashtë shtëpisë nuk ha asgjë dhe sigurisht ne e kemi pranuar dhe respektuar sepse është vendimi se cilit prej nesh të bëj çfarëdo që të doj me stilin e tij të jetës, por në një moment i ra të fikt dhe të gjithu shqetësuar se çka po ndodh. Më vonë e kuptuam që djegta e saj strikte ka bëu që ajo mos me hongër gati kur gjo, me pi vetëm ujë, me i hongër 2 apo 3 mullës, po di sakt sa ka qenë limiti një diete të çmendur dhe unë jam kundër kësaj që njerëzit të rrezikojnë me jetën e tyre për me qenë të pranuar në shoqëri, sepse në fund të ditës nëse kjo shoqëri nuk na pranon neve ashtu siç jemi, pse duhet ne të bëjmë tentativa me rreziku jetën tonë për me u fut brenda kësaj shoqërie. Dhe duke marrë parasysh gjitha këto, unë e pata shumë rëndësi që të marrë edhe një mendim profesional dhe kontaktova doktor Ferit Dagani, thash doktor, nga përvoja juaj, si e shihni ju, ndoshta nga takimi i shumët me njerëz të cilët ja çojnë hallet me të vërtetë, sepse ne mund të takojmë, mund të kemi perceptime, por ndryshe janë njerëzit të cilët takohen me ata të cilët shkojnë atje për me kërkuar le të themi çore për hallet. Ashtu siç është edhe Antigona. Dhe doktor Feridi më thotë është një humbje e rëndë për familjen dhe shoqërinë kjo që ka ndodhur me këtë djalin e ri, për të cilin sigurisht ne të gjithë shprehim ngushëllime, por thotë se ndërhyrjet estetike, kirurgjitë për dobësim, sidomos kur bëhen pa indikacion të qartë mjekësor, nuk janë procedura të padëmshme. Ato mbartin rreziqe reale për shëndetin dhe në raste të caktuara dhe për jetën. Në shumë raste, vendimi për këto ndërhyrje nuk buron nga nevoja mjekësore, por nga presioni brenda psikologjik e social dhe nga pritjet jo reale që imponohen individit. Kur trupi trajtohet si objekt estetik dhe jo si sistem biologjik kompleks, rreziku rritet të ndjeshëm. Dhe e kisha më rëndësi që ta trajtoja në kuptimin që edhe ta citoja doktorin, sepse njerëzit sigurisht e kanë një dozë më të lartë të besimit ndaj profesionistëve të cilët i kemi edhe të ftuar edhe i citojmë. Pra shumë
shumë e rëndësi që ne të kemi kujdes se si po i qasimi shëndetit ton dhe sa e kemi të rëndësishme me qenë të pranua në shoqëri, apo sa e kemi të rëndësishme që ajo shoqëri me na pranu neve për atë se çfarë jemi, jo për atë se si dukemi, sepse kjo norma e të dukurit perfekt, pastaj sikur po na ndikon shëndetin edhe mendor. E ky shëndeti mendor pastaj po ndikon edhe krejt shoqërinë. Pra është një lloj zinxhiri për cilin ne nuk flasim kot. Dhe shumë shpesh njerëzit e përzin atë është jeta vet, po sigurisht se është jeta vet. Mund të bëj çfarëdo me jetën e vet, por ne e kemi për obligim këtu në media që të jemi edhe me rol edukues dhe të flasim për të tjerët në mënyrë që të kemi parasysh se nëse ata i bëjmë keq vetës, do i bëjmë keq edhe shoqërisë, sepse do ndikohet një familje, do ndikohet shoqëria, do ndikohen të afërmit nga ata, do ndikohen të tjerët, do jepen shembuj të këqij dhe kështu vazhdon edhe rritet ky zinxhiri ndoshta i problemeve të mëdha që kemi. Para se të kalojmë tek Nora, le të bëjmë një paralajmërim që ndërlidhet me këtë që them. Nesër në Kosova Live do të kemi mjek nga Spitali Amerikan, të cilët do të shpjegojnë në detaje për çështjen e ngushtimit të luksit, se si funksionon dhe mbi të gjitha se si duhet vepruar pas kësaj ndërhyrje që është super e rëndësishme. Nesër mos e humbisni në Kosova Live këtë me mjekët e Spitalit Amerikan do ta kemi. Nora. Faktu më mendoj që këto limitet, ditët e sotme i kanë kalu çdo limit, ndoshta nuk po besoj që ka më limite vetëm për më duk bukur. Mirë po, këto limite pikërisht po i cakton vetë shoqëria. Un kam shumë raste, ndoshta para 2-3 ditë kisha një paciente që e kam paciente shumë që ka herë, që vjen dhe bën ndërhyrje, mirë po gjithmonë i ka pasur është natyrale. Dhe këtë herë kishte ndruar mendim, tha po duam të bëj diçka më të egzageruar, po duam të duk më shëndosh, më e plotësh, ndoshta kështu më e dopt si fizik. Thash po pse ke ndryshuar mendimin tash? Tha për shkak shoqërisë, duke ndoshta me një fjalë dhe duke bullizuar se ti po dukesh shumë e dobët, nuk po tren mirë gjithçka, edhe tha vjera jam po don tha më duk më bukur, tha se nusja e komshiut. Edhe kjo më la ndoshta një përshtypje shumë të keqe, për shkak se tek ajo ka ndikuar shumë negativisht në domethënë pjesën mendore, pastaj ajo nuk u ndjente bukur me atë fizikun e saj. Deri tani po, mirë po tash për shkak të komenteve negative që ka marr, pse nuk po shkon më mbush më shumë, pse nuk po shkon më duk pak më bukur, edhe normal që ajo donte më ndryshu. Po në fakt, ndoshta ajo ka qenë vetëm një fazë sajna. Edhe unë i thash, prit dhe kemi prit ndoshta një kohë derisa ti të bindesh që me të vërtetë po do me bë këtë ndryshim, jo për shkak të shoqërisë, po për shkak tënde. Prandaj unë gjithmonë e them, nuk duhet me dëgju askënd, po duhet me dëgju veten. Në momentin që ty të pëlqen diçka, pa marrë parasysh çka është, atëherë bëje, po gjithmonë në kufi dhe jo asnjëherë me rreziku veten. Se në fakt ne po e nënshkruajmë atë kontratën e vdekjes. Edhe ai riu që ka vdek e ka nënshkruar një kontratë atje që me vetë dëshirë po futet në ato operim. Nuk i dim shkaqe, nuk i dim arsyet se pse ka ardhur deri tek vdekja atina, dhe pse po përfolet që nuk i kanë bërë ndoshta rregulla, nuk ka qëndruar në spital aq sa duhet me kohën e duhur që është dashme qëndru atje, po prap ne duhet me qenë ata që duhet me mendu së pari për veten dhe për shëndetin tonë, në mënyrë që të mos ta nënshkruajmë atë. Që duhet t'i respektojnë disa rregulla kur i nënshtrohen intervenimeve, si për shembull pas operimit janë disa ditë që është mirë t'jesh në monitorimin e doktorëve, profesionistëve, që gjithçka të shkojnë rregull. Edhe me vetë dëshirë nëse e kërkon, nuk duhet të lirohen ata persona, sepse gjendja mund të komplikohet, sidomos nga ky rast që ai ka udhëtuar nga Turqia për në Kosovë, edhe është një rrugë e gjatë, edhe me siguri ndikon. Le të jepet edhe një mesazh se gjitha rregullat pas intervenimeve, çfarëdo intervenimi është, që rregullat respektohen. Qoftë në intervenim që është mini invaziv, gjithmonë duhet me u rregullu. Edhe në moment duhet me u respektu rregullat. Edhe në momentin kur është një ndërhyrje shumë e lehtë, unë gjithmonë i them pacientit 24 orë i ke të ndaluara disa gjëra. Mirë, po ka disa të tjera, për shembull vajzat pas mbushjes së buzëve, më ka ndodhur që shumë shpesh pas përfundimit pacientit kemi rastësi poshtë bashkë edhe kam pa që menjëherë ka bërë lyrjen e buzëve. Në fakt nuk duhet më u bë. Janë disa shpime, disa vrima të cilat mundet më u fut infeksione. Dhe pastaj pacienti nuk e din që gabimi është i tij. Dhe tren telefon dhe pastaj ne duhet të më marr me atë gjendjen e atij pacientit. Dhe kemi për detyrë, edhe në qoftë se është gabimi tek pacienti. Mirë, po ne duhet me qenë ata këmbgulës që gjithmonë ndoshta pak edhe me zbardhu gjanat edhe me i thonë pacientit që këto rregulla pas aplikimit apo pas ndonjë operimi gjithmonë duhet me u mirëmbaj. Në momentin kur je strikt, asnjëherë nuk mundesh me pas një dëmtim apo një fatalitet sikur kjo.
Antigona, sidomos ndërhyrja, pra me që po flasim edhe është rasti i freskët dhe shumë i diskutuar i çështjes së ndërhyrjes së ngushtimit të luktit, si ndikon kjo në çështjen psiqike, le ta themi, edhe sa shpesh ti përballesh, mbas edhe me trin duke qenë se bullëzimi është shumë i shprehur për këtë çështjen e mbipeshësa, sidomos te adoleshenca, sa shpesh ti je përballë adoleshentëve, vajzave, djemve që përballen me këtë, edhe si ndikon kjo më pas në psiqikën e tyre. Në fakt është ndoshta mosha më e ndihshme, mosha adoleshencës, puberteti, aty ku është të formsu identiteti i personit dhe ata akoma nuk janë formsu në kuptimin e rritjes psikologjike, është mosha kur mas shumë të eksperimentojnë me e gjetë vetën, këtu fillojnë edhe ato dukurit negative, si drogat, alkooli, cigaria, është pikrisht edhe mosha kur dukja është gjëja e parë që një adoleshent e vendos vetëm. Kur shkon shkollë, për shembull, dhe a dit nuk po do këtë bukur, keme pyet si e ndje sot, thotë s'kisha vetbesim, nuk e ngrit asnjëherë dorën. Edhe nëse nuk e vendos vetë, e vendosin të tjerët. Kisha një adoleshente që prindrit i sugjeruan, ndoshta edhe ja ndalun grimin, edhe në një bisedë së bashku më tregon që dita në shkollë ishte shumë e vështirë për të, sepse nuk ndihej as pak me vetbesimin e duhur, nuk dukej ashtu si ato pritjet e shoqënisë janë, domethënë ku ti shkon e grimume dhe e mirëmbajtur. Në momentin që sot shkon një adoleshente e pa grimume, ajo ka më ra më shumë sy se sa dikush që nuk e ka bënë një grim. Domethënë kemi ato pritjet sociale në cilat vendosen adoleshentët edhe është mosha kur ata akoma se kanë formsu vetbesimin, nuk ndihen mjaftueshëm bukur në atë lëkurën e tyre. Në fund ditës të gjithë kemi dëshirë me u dog bukur, po kjo nuk duhet me kalu ato limitet, çka nëse sot nuk ka bërë një vajzë asnjë ndërhyrje, si do të ndihet në mesin e shumicës së vajzave të reja që shkojnë në shkollë për shembull dhe kanë bërë ato ndërhyrjet e buzëve që po i shoh që janë ajo me patjetër se ka me bërë ajo një ndërhyrje. Edhe pse ndoshta është kundër, po vetëm për shkak të shoqërisë, presionit edhe unë shumë shpesh e them aty shprehen më herët ka qenë kur ndihesh brenda bukur, ke mundi edhe jashtë. Tash po mendoj që është kthye kundërta. Duhet mu dog bukur, mundi jashtë bukur, po mundi edhe brenda. Krejt kjo Amir ka të bëjë me nevojat tona të brendshme, nevojat emocionale, me ato kush jemi na brenda dhe nevojën e na pa të tjerët për atë që jemi brenda dhe sikur nuk jemi pak si përfaqësor si shoqëni, nuk shohem Amiri kush është si person, çka përfaqëson si person, po si duket edhe gjithçka vlerësohet sot në dukjen e parë. Kjo mandej e bën më të madh këtë presion. Po pse ne mos harrojmë edhe faktin që ndonjëherë këto ndërhyrje janë të obligueshme edhe për shkak të shëndetit. Njerëzit rrezikojnë dhe duhet ta bëjnë kur është çështja te mbipesha, po gjithmonë vlen kjo pra që rregullat duhet të respektohen edhe ato këshillat e mjekëve. Paulin, kush e ka fajin në gjithë këtë, me që je shumë e zëshme shpesh? Kujt i vë fajin? Në fakt, duke fol, Antigona më kujtu një rast, jo një rast, por shumë rastet të tilla, kur unë kam pas edhe kërkesa prej grave që më kam pyet se nëse diku në Kosovë ku mund të bëhet përzgjedhja e gjinisë sepse ka presionin social për me e bën ideal pas sa vajzave, apo ti drejtohem Çipros apo dikun tjetër, si t'ja bëj, ku të shkoj. Dhe këtu ndalim te ajo se çka bën presioni social, se në momentin kur kemi presion social, ne detyrohemi me kërku rrugë çfarë do qofshin ato për me arrit një qëllim i cili ka me na përmbush neve në një shoqëri e cila ka me na pranu neve nëse ne e arrim atë objektiv. Nëse ne nuk e arrim atë objektiv, atëherë sigurisht nuk kemi të pranuar. Dhe kjo ndodh edhe në aspektin e dukjes, kjo ndodh edhe në aspektin, siç e thash, edhe të bërjes së djalit në shoqërinë tonë, sepse shumë çifte vazhdojnë me kërku përzgjedhjen e gjinisë dhe të tilla të cilat pastaj sjellin probleme në një shoqëri siç kjo që është edhe po prodhon probleme të tilla. Ne shumë shpesh po pyetemi prej nga po vjen ky frustrim, prej nga po vijnë këta adoleshentë të cilët janë të agresive, të frustruare, shumë shpesh mes vete kanë probleme, ka shumë bullizëm e të tjera. Krejt kjo vjen prej fasadës. Ç'kjo është ideja? Fasada, kemi vendosur një fasadë, kemi me u dogë qështu, dhe nëse nuk dogësh qështu, kemi me të nxjerrë jashtë saj. Po kush e vendosi këtë fasadë? Dhe ç'është mundet me ndryshu kjo në këtë periudhë që jena, Paulina? Rrjetet sociale ka një ndikim të jashtëzakonshëm, Ajda, sepse të jesh prezent në rrjetet sociale keme pa vetëm perfekcion. Nuk keme pa njerëz të cilët jetojnë ashtu si jeton çdo njeri. Ne të gjithë zgjohemi prej gjumit, asnjëri me make-up, asnjëra me make-up, asnjëri nuk zgjohemi të rregulluar të ndrejshëm, po a e shën ndonjë imazh
të atil në rrjetet sociale. A e shë, tash paramendoj, unë shumë shpesh them se gratë shumë shpesh qesin shumë presion mbi gruan tjetër. Së shfundmi ma dërguan një fotografi të një gruaje e cila kish lind, edhe kish qenë shumë mirë e reguluar, e bukur, fotografi të jashtëzakonshme, gjithçka në perfekcion. Por jo çdo grua kalon në një periudhë të tillë, sepse lindja për shumë kohë mund të jetë traumatike. Dhe unë qëllimisht i kam postuar fotografitë e mia nga salla e lindjes edhe pas lindjes, ku jam dok për i vret. Po jam dok çfarë qysh jam dok, sepse s'kam menduar me shku e grimuar në qendrën klinike universitare të Kosovës, po kam menduar që shkam me shku lindja. Kështu që për te asaj nevojës e vet atij personazhi për me i postua ato fotografi ku pas lindjes duket në perfekcion. Domethënë, çka e shtyn një person të tillë? Ato na tregon ju. Domethënë, ndoshta pikërisht edhe vetë ai personi është e vujt ato të mos qenurit perfekt në ato momente dhe ka nevojë që të ndihet mirë në trupin e saj. Mendoj që kur pyeti Ajda kush po i vendos këto të gjithë ne, kemi tendencën fillimisht të përzihemi shumë në jetën e tjetrit, nëse dikush prej kolegëve vjen në punë dhe nuk është në dukjen që ndoshta jemi mësuar me pa, më njerë kemi fillu me pyet çka ki. Edhe shumica e klientëve të mi tregojnë që e ndjejnë këtë presion dhe thonë kur i pyes si je, thonë mirë po dukem jashtë, por ti po më pyet si jam, mrena nuk jam mirë. Po vazhdoj me uqu mëngjes, me bo këtë grimin, se kur po shkojmë punë ma let, po më vjen më udok që shto, se sa mjo arsyetu që s'po ndjena mirë. Pse po ndodh kjo? Do më thënë ne, edhe kur bëjmë do një pyetje, që është bullizuese, edhe vetë pyetja, ne jemi të vedishëm, edhe e thomë shumë shpesh që e di që s'është mirë, po ta bëjmë pyetje, shembull të mbi pesha, po mbesim gjithmonë. Pra, edhe jemi të vedishëm që nuk duhet edhe e bëjmë. Çka shpjegon kjo? Si shpjegohet kjo? Nuk e kemi këtë kulturën që me leju tjetërin me qenë vetja në lëkurën e ti, po kemi një farë tendence me i cënu këta kufit e tjetërit, me bo pytje për peshën, për dukjen, të më thonë komente, gjoja e parë që ka bisedojmë na kur takojmë me dikë që në ke dopsu, që në ke shëndosh, po dukesh bukur, s'po dukesh bukur, i pas ke bo buz, si pas ke bo buz, kritë këto janë presion social. Njerëzit vendosen për balla aty në standardeve, do më thonë nëse pytja është çka kam, pse s'po dukem kështu, pse po dukem ashtu, unë kam fillu me mendu se duhet të dukem ashtu. Ose raste tjera e përmendi Paulina presionin për me pas djalë, po unë e shoh presionin për me pas fëmijë. Shumë prindër që kanë shumë dëshirë me u bë prindër dhe për arsye të ndryshme qoftë edhe shëndetësore nuk kanë mundësi, përjetojnë një gjendje të ankthit të presionit social të jashtëzakonshme, për cilat vinë edhe kërkojnë ndihmë te psikologu, për shkak se të fillu prej familjes, ndonjëherë edhe të dashur me ndihmu, këtyne personave nuk ju mbetet vend ku me shku. Për pyetjeve, pse s'po e bën, pse s'ke shku te ky filan doktori, te ai tjetri. Thjesht kemi nevojë me i lënë njerëzit me jetu jetën e vet. Dush me ditë edhe na limitin deri ku është një pyetje që ndoshta nuk ja cënon privatësinë edhe mund të jetë shoqërore. Nëse për shembull unë e shoh Paulinën se kom po amat edhe i tham mua çka ke bo shumë bukur po dokësh. Ai bjen kjo që po e vën presion me më tregu nëse ka bo diçka ose kjo mundi keq. Po të pyes si psikologe, deri ku duhet jenë limitet që ta kuptojmë edhe ne dim sillemi si shoqëri. Sos kisha mujt me thë Paulinë se thot zona ngacmim është. Madje po të më kthit të zonat kur ta. Varet që kemi edhe konfidencat, afërsinë me njerëzit. Duhet me ditë derisa e kam afërsinë me Aminën për me pyet çështje personale. Na duhet me kuptu pesha, duke janë çështje personale të individit. Ma mirë pyete si je para se mi thonë ku ke dopsu ose diçka të ngjashme. Para se mi jap një koment për fizikun. Pikërisht. Nora, ka diçka, po e thënë që po vjen ky presioni social, sidomos nga rrjetet sociale, atu ku e shohim perfeksionin. Ndërhyrjet e shumta e kështu me radhë. Por nëse e vrejmë influencerët e huaj, influencerët në përgjithësi, është një trend i publikimit të fotografie pa editime. Do më thënë, pa ngjyra, pa ndërhyrje gjana tilla. A ka një shpresë që mbas edhe teknik po fillon pak me ndryshu ky ndikimi që vjen nga rrjetet sociale apo jo? Po i kam pa këto dhe po më pëlqen shumë. Në fakt se aty e shohim që asnjë njeri nuk është perfekt. Gjithaj kemi këto rrotë të zi, gjithaj kemi ato pjesë ku fytyra lëshohet për shkak lodhjes, për shkak punës, sepse kur i shohim fotot e edituara, fotot e postuara nëpër Instagrame dhe po mendojmë se këta sa bukur po duken, pse unë s'po dukem si kjo. Po në fakt kur i kam pa dhe unë vet kur i kam pa ata influencerë të cilët kanë vë postime të tilla, atëherë më ka pëlqyer vetja edhe më shumë. Tash edhe këta i pas kanë këto deformime që ndoshta
që ndoshta shumica i kanë, shumë të rrallë janë ata që si kanë, mirë po njerëz jemi, kemi të njëjtin konstrukt, të njëjtin ndërtim, kështu që të gjitha i kanë ato defekte me qujt. Prandaj ne duhet me qenë me bind veten që edhe me dash veten kështu siç je. Edhe pse janë disa ndërhyrje që ndoshta nuk ta lejon, nuk mundesh me u dok si Kim Kardashian, nuk mundemi me u dok të gjitha njësoj, mirë po me dash veten ashtu siç je, edhe me mendu që edhe të tjerët i kanë disa ndryshime apo diçka që nuk i pëlqen, po i kamuflojnë me make-up, me filter të ndryshëm dhe jo të gjithë jemi perfekt. Kjo kishte ndoshta një diçka shumë e mirë në qoftë se fillon edhe bëhet më e madhe edhe tek ne, përdoret edhe më shumë tek ne, në mënyrë që të largojmë këtë ndjenjen e perfeksionit, sepse askush nuk është perfekt. Po, ta pyesim Paulinën, sepse Paulina shumë shpesh është kundër ndërhyrjeve estetike, shumë shpesh. Edhe shumë shpesh, unë e di që edhe këtu në emision ndoshta ka ardhur pa make-up, nuk ka komplekse, për dallim neve tjerave që në televizion kemi qef pak me u rregullu. Qysh ke arrit deri në këtë pikë? A ke pas edhe ti periudha që ndoshta je kompleksu se si po dukesh edhe je kujdes më shumë se sa që kujdesesh tash? Që tjetë edhe një mesazh për vajzat e reja. Përveç të emisioni Zanave, ku unë kam një vajzë të jashtëzakonshme e cila kujdeset për make-upin tim, një ekip të tërë të jashtëzakonshme që kujdesen për dukjen time, në rastet të tjera unë jam kështu siç jam këtu, por po du me ndërlidh dhe Zanat e kemi pas një koment shumë qesharak, unë mendoj, sepse dikush e kish analizu madhësinë e gjoksit të secilës prej panelisteve aty dhe kish armë përfundim që unë dhe Rita Beadini duhemi me bo ndërhyri. Ka nërë një konstatim, ha? Paramendojni, po e them këtë publikisht, për me të regu që të gjithë ne që jemi këtu në sy të botës, marim edhe komentet e tilla dhe nuk është se brengosemi shumë për atë punë. As unë as Rita nuk kemi bën ndërhyrje të rritjes së gjoksit, unë nuk do e bëj. Rita nuk besoj që e bën, po edhe nëse e bën për vete, por gjithsesi. Edhe nëse e bën, ai ke pa glau ku që gjinde. Edhe po gjinde. Kështu që ka qenë shumë qesharake ajo ideja kur dikush ka ardhur në përfundimin që vetëm ne dyat kemi nevojë për një intervenim të tillë dhe tash paramendojeni presionin që mund të jetë mbi dikë që nuk e menaxhon presionin ose nuk e ka ndoshta le të themi pjekurin emocionale për me fol për gjëra të tilla, sepse për mua të kesh gjëks të madh apo të vogël është komplet e parëndësishme. Për dikë tjetër është e rëndësishme dhe mundet me ju nënshtru një operime dhe shumë vajza, shumë shoqet mia ju kanë nështru operimeve të tilla. Kështu që ideja është që ne kur të marrim vendim për me ju nënshtru një operime të jetë vendim i bazuar mbi dëshirat tona, mbi ndjenjat tona, mbi atë se ne duam apo nuk duam të dukemi ashtu. Jo sepse filanin apo fisteku. Po prandaj këtu ideja është ta bëjmë këtë dallimin. A jam duke e bë sepse Amiri po bën presion, a jam duke e bë sepse Paulina po don. Nëse Paulina po don, atëherë sigurisht mendimin e profesionistëve dhe gjithmonë në kontrollin e profesionistëve, urnë është e drejta jote me bëj çka don. Nëse po e bën sepse Amiri po të bën presion, atëherë ndale mendo se je duke bë gabim. Nuk je ti. Është Amiri. Amiri s'ka drejt me vendosë. Për vete vendosë. Kështu që kjo është ideja gjithasoj. Jo, në shembuj po marrim po në fakt praktik sa po është, derisa ne kemi këto raste edhe se këto debate janë shumë të pranishme edhe në një reality show siç është Big Brother, që shikohet nga të gjitha moshat. E pranuam nga të gjithë shikohet. Edhe nëse jo në televizor rrjetet sociale hyn të gjithë. Nëse hym unë dhe Rita Beadini hym pa gjoks. Fakt është mondeli këto se unë vetë kam pas një rast tillë. Një pacientja imja ka qenë e fejuar dhe nuk ka pas ndërhyrje, krejt natyrale. Mirë po erdhi një moment ku tha po du me bë ndërhyrje. Thashë tash pse po don, po nuk është se ajo donte me bë ndërhyrje, po për shkak se i fejuari i saj i pëlqenin femrat të cilat kanë ndërhyrje dhe janë më të mbushura. Edhe kështu që ajo donte me bë, po në fakt nuk donte. Kjo është ideja. Presioni ndonjëherë vjen edhe prej personave më të afërt, qoftë edhe prej familjarëve, se ndoshta ndonjëherë edhe baballare ditë thomë se ajo po duket me kafti me bardh se nuk je grimusot ose diçka. Kom dëgju raste të tilla që ndonjëherë vjen edhe prej familjes, Antigona. Po, thash ndonjëherë për shkak se na duan, dëshirojmë me u kujdes për neve, nuk arrim me respektu ato çka na jemi. Mendoj që
bukuria nuk ka të bëjë shumë vetëm me trupin, po me atë që ti je si person. Çto po dim, që vjen nga brenda. E kena mësuar antigo. Amer, ndoshta po duket shumë klishe, po është e vërtetë se nëse po i shohim që ato fotografitë pa editume, çka po shohim, ato po shohim emocione njerëzore. Mendoj që bota ka nevojë me paçat emocionin, se nuk po duken emocionet në fytyrat e mbushura. Po vjen keq, po buzëqeshje e ngrime, mimika të ngrime gjithandej, kemi nevojë për emocion. Sot njerëzit po vujnë më shumë se kur prej ankthit, prej depresionit, sepse kemi nevojë me pa emocionin njerëzor. Na përtej trupit që është diçka fizike, kemi edhe anën tonë shpirtërore, emocionale. Njerëzit lidhen me ty emocionalisht. Te diçka më rëndësi, që krejt problemi pra i gjithë kësaj është që ne jemi shoqëri sipërfaqësore. Dhe në fakt gjithmonë arsyetohemi në çdo problematikë që jemi në një tranzicion, që ky tranzicion duket që s'do të përfundoj kurrë. Ka të bëjë me mentalitetin tonë, jo me tranzicion. Ky tranzicion i kësaj pra që mos më qenë një shoqëri kaq sipërfaqësore. Nëse shohim për shembull turistët e huaj, me ç'po flasin për vajzat, shumë lehtë dallohen kur vinë, pikërisht për shkak këtyre mos ndërhyrjeve, thjeshtësisë, edhe që si kushtojnë aq shumë vëmendje sa është mbase në Ballkan, a pajtohesh? Po mendoj që ideja është te mentaliteti dhe te kultura jonë. Na jemi shoqëni që jetojmë shumë afër me njëri tjetrin, që ka anën e mirë, unë gjithmonë e pëlqej këtë anën që jemi të lidhur me njëri tjetrin familjarisht, edhe pse ka ndryshuar pak, na endemi shumë me njëri tjetrin, takojmë shumë, qoftë me familjar, qoftë me miq. Po, vazhdojmë me qenë pjesë të këtyre familjeve të mëdha në një farë mënyre, me gjithë të ndryshimet. Bota jashtë janë ma të vetmum, janë ma të fokusum, të orientum ka vetja, ka ndjesitë e tyne, punoj me vetën në kuptimin e zhvillimit personal, tërsa na jemi ma shumë shoqëni ma të socializume, dhe kjo mendoj që është pasojë e kësaj. Për shkak se të dashur me të ndihmu, unë kam edhe me të kritiku edhe na herë me prandaj kur jam kaq të socializuar, edhe bëj pyetje që s'do të bëj. Në Ballkan nuk ekziston të jesh vegan, të kesh depresion, të kesh privatësi. Tjerat mundesh me i pas. Është çështje edhe e mentalitetit. Mendoj që kemi nevojë thjesht me u vetëdijsu që jemi njerëz, kemi emocione dhe ato emocionet ka nevojë me qenë prezente, dhe kur nuk ndjehemi mirë, kemi nevojë që pikërisht ata njerëz që na duan, që i kemi shoqe, familje, me na i pranu edhe momentet kur nuk ndjehemi aq mirë, qoftë me veten, qoftë me rrethana të cilat ndodhemi, edhe me na ndihmu në një formë ndryshe, jo tu na kritiku edhe tu na rekomandu, se e kemi rekomandimet i kemi diqysh që të ngjapa, dhe si të shohim, me njerë kemi një rekomandim. Antigon, edhe gjithat, është edhe një problem tjetër. I kemi dëgjuar edhe vajzat të cilat njën, që janë edhe personazhe publike që kanë bërë ndërhyrja, që e thonë publikisht, edhe faktin që edhe ato më pas bullizohen shumë. Pra, tek shoqëria jonë, si me ndërhyrje, bullizimi është shumë i pranishëm dhe komentet janë të pranishme. E kemi na mes kolegëve një fjali që e përdorim shumë shpesh, me vetën e kanë. Më thonë, qka do që tjerë t'jënë të thonë për neve, ata e kanë me vetën, kjo flet ma shumë për ata se sa për neve. Kështu që, ndoshta se cili prej nesh, nëse kish me kuptu këto, që se cili qka do që bënë, qka do që më thëtë, qka do mendimi që ka për mu, unë e di që me vetën e ka, dhe unë dje mirë me vetën në anën tjetër, kjo kish me regullu shumë gjana. Kështu që, sa ndje një keq, qoftë për trit, në qfar dokumenti që mene, veç djeni që me vetën e kanë, se ka vetë. Dora, një thirrje, një këshill për fund dhe Paulin mendon një rast, tjerë rastet ti qef me i tregu. Unë gjithmonë ju kisha preferu që në momentin kur ti nuk ndjehesh mirë dhe dënë me bë diçka, mundesh me bë. Ndoshta mos i shikas njëherë komentet e të tjerëve, edhe qoftë se bën një aplikim prap ki me u komentu, edhe në qoftë se nuk e bazë, je komplet natyrale prap ki me u komentu, qoftë për mirë apo për të keq. Kështu që gjithmonë bëj ato që ti mendon që ndjehesh mirë edhe të bën me u di bukur. Në fakt, njerëzit kur të më shohin duke gjujt bërlëg në trenerka, e palyme, me flok të kop me, ose... Ama mua gjithë. Ama, se di, diqysh aden. Jetojmë në një botë në cilin asnjoni nuk e kemi perfekcionin kur gjo, jetojmë në një botë reale, jetoj edhe unë edhe se cili njeri që është edhe pjesë e medjave, nuk jetojmë bashkë ashtu që dilet në Instagram, nuk kemi të atil zëdit, mbaroj me hongër, lajmë banjo, pastrojmë tesha, hekurosim, jemi njerëz, edhe si të tillë, kjo rini duhet me perceptu se jeta është e vërtet, është reale, është për te Instagramit, është për te asoj që ka paraqitet. Nuk mundet dikush me ardhe dhe me më thonë,
po du me u duk si Paulina kur të zonat. Sepse Paulina është në një prezentim televiziv të zonat. Edhe unë nuk jam ashtu pa zonave. Pa zonave unë shkoj, veshi pijamat e heki make-upin edhe bin gjëm, të nesër me ndanë trenerka ose në farmerka. Që i bjen se jetoj një jetë si kur çdo njeri tjetër. Por këtu jam në vendin e punës, prandaj edhe respektoj masën dhe të tjerët. Pra, duhet me pas një lloj edukimi nga mënyra se si po influencohemi nga të tjerët. Besoj që me media jemi okej, por që me rrjetet sociale, prindrit duhet me punu shumë me moshat kritike, sepse pastaj kur tritemi dhe të formohemi, ta kemi pjekurin, nuk është se ndikohemi tashmë të gjithë nga ajo se çka shohim. Në qartë. Faleminderit që erdhët sot edhe për këshillat që i dhatë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ne pas pak do të kthehemi për të folur për ato hallet që e tham krejt në vendim të emisionit me Ajden, hallet e mëdha të Kosovës për Big Brother, se çka po ndodh, kthehemi pas pak.